Mirë, kthehemi në studio të flasim tani për teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, tema që duket se marrin vazhdimisht vëmendjen edhe në mediat ndërkombëtare. Do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me Ermand Mertenikën, që është inxhinier biomjekësor. Ermand, shumë faleminderit. Përshëndetje Gjoj, dhe kënaqësi si gjithmonë që jam pranë jush në Top News për këto tematika shumë fantastike, që unë mendoj që çdo kush mund të jetë domethënë i atraktuar edhe vërtet domethënë mua më bën që të mbijem shumë mirë si pjesë e teknologjisë që jam domethënë. Mirë, u bënis bisedët nga një deklaratë e Jeff Bezos, kuptohet që kur flitet për një nga njerëzit më të pasur të historisë, për mos thënë më i pasuri, çdo gjë që ai thotë pritet po themi me kureshtje, por gjithashtu dhe me pritshmëri të larta se ku mund të arrijë teknologjia. Dhe në Shtetet Bashkuara ka bërë buj një parashikim ose një projekcion i tij ku flet për robot në hapësirë dhe për njerëzit që mund të emigrojnë edhe jashtë planetit Tokë. Më shumë deklarata bombastike apo diçka konkrete, Ermand? Ajo që unë mendoj faktikisht Gjoj, se ne po shikojmë që inteligjenca artificiale, teknologjia po zhvillohet shumë, domethënë është bërë pjesë e jona tashmë, që në çdo moment ne përdorim dhe është e vështirë të mos e kemi pranë, domethënë qasja e teknologjisë është bërë shumë e rëndësishme, po bashkëjetojmë me teknologjinë, me AI-n etj. Por që ajo mendoj që Jeff Bezos ka thënë se ne shikojmë Jeff Bezosin që është konkurrent shumë i madh i Elon Muskut dhe të dy domethënë ka përdorin teknologjinë dhe inteligjencën artificiale tashmë. Gjëja e parë që unë kam deklaruar ka qenë në turizmin kozmik. I shikoj si konkurrent shumë fuqishëm si kompaninë hapësinore, domethënë SpaceX të Elon Muskut, gjithashtu dhe Blue Origin janë në konkurrim me njëri tjetrin. Fakti që kur dërgoi pikërisht për ato kapsulën kozmike një grup vajzash përfshirë dhe Katy Perry, domethënë, që ishte diçka shumë fantastike, sepse po duket sikur po kërkojnë që me anë të teknologjisë të eksplorojnë e të promovojnë turizmin kozmik, domethënë. Ermand, po nëse dikur konkuronin shtetet, tani po konkurrojnë kompanitë private për dominancën planetare. Flasim Gjoj për dy akset më të fuqishme teknologjisë sot, siç është Elon Musk dhe Jeff Bezos, konkurrencë me njëri tjetrin dhe dy njerëz më të pasur sot në gjithë botën që vazhdojnë dhe eksplorojnë me idetë e tyre inovative shumë fantastike. Dhe ajo që kemi të bëjmë është një koncept aplikimi i inteligjencës artificiale në astronomi. Që do thot pikërisht pra se Elon Musk e pati të thënë para pak kohësh dhe me sa shikoj unë është shumë optimist ky njeri, ky pioner i teknologjisë që kërkon që të okupoj me 1 milion banor Marsin, duke ndërtuar facilitetet që i kemi përmendur për të krijuar kushtet e përshtatshme që njerëzit shkojnë të jetojnë atje. Tash na ka dalur dhe një element tjetër, siç është Jeff Bezos, është e pritshme, domethënë që të dy bashk tash edhe e bashkëpunojnë, por në njërin anë mund të jetë konkurrencë, domethënë që ta përdorin teknologjinë për të eksploruar pikërisht pra për të eksploruar në astronomi. Duket pikërisht se po bëhen edhe konkurrent të mëdhenj të NASA-s, domethënë agjencisë hapësinore amerikane, dhe unë shikoj domethënë shumë fantastike këtë pjesë. Duket që egoizmi i tyre është rritur domethënë për të çuar sisteme robotike. Ka një qëllim, se sistemet robotike dërgohen pikërisht pra në hapësirë, për shembull në Hën, apo në Mars, apo edhe në planetë të tjerë dërgohen për të eksploruar pikërisht pra gjithnjë më tej. Se çfarë ka jashtë planetit Tokë, se shpesh është bërë një pyetje që a jemi të vetit në gjithësi etj. Gjë që ne kemi arritur zhvillimin e teknologjisë maksimumi në botën tonë, por problemi është që teknologjia jonë po çedon në zbulimin e botës së përtejme, që është pikërisht pra në hapësirë, në kozmos. Gjë që akoma e mendoj domethënë që është primitive te kjo pjesë, sepse përderisa ne maksimumi kemi arritur të çojmë sisteme robotike në Mars, kuptohet domethënë ku jemi, që Marsi është një planet që kërkon maksimumi 8 deri 9 muaj të shkosh, 8 apo deri 9 muaj të vish të kthesh domethënë. Imagjino çfarë teknologjie kemi ne në raport në raport me domethënë për të eksploruar universin. Pra, roboti nga një anë jep mundësinë që
koha nuk e ndikon, sigurisht, dhe dëmi Unë mendoj që jo të dy, njerëzorëve nëse ka misionet gabuara. Po, sigurisht. Ajo që unë mendoj është që të dy pionerët e teknologjisë, për mua prava i qoftë, domethënë dhe Elon Musk edhe Jeff Bezos, se e bëjmë edhe pak për domethënë për batut, inovator, ideator për të eksploruar gjithnjë më tepër, por dy janë aspektet kryesore pikërisht për atë eksplorimit. Qëllimi kryesor i dërgimit të sistemeve robotike në hapësirë është për të eksploruar. Pra për të kuptuar, domethënë pra elementë të ndryshëm nga se përbën këto planet, elementë kimike etj. Dhe mbase gjatë rrugës mund të dalin nëse mund të ketë pas ekzistuar jetë përpara apo jo. Sepse ne jemi duke eksploruar thjesht brenda, si mund të themi, sistemit tonë diellor, që përbëhet nga 9 planet. Imagjino çfarë ndodh një yll për shkakun që shikojmë në qiell, ne ai mund të jetë një planet apo një diell që është miliarda kilometra apo vit dritë larg dhe është e pamundur që të analizohet, të studiohet etj. Por ajo që unë mendoj më shumë nga të dy këto pionerë të teknologjisë, kryesisht Jeff Bezos që ka bërë të deklaratë shumë fantastike, ka të bëjë kryesisht me promovimin e turizmit kozmik. Domethënë mendoj që ka ardhur koha që turizmi kozmik, që do thot pikërisht pra për të dalë nga sipërfaqja e tokës për të eksploruar atë planetin blu, edhe pse jo të rrugëtosh për në hën, do ishte shumë fantastike që të bëhej. Pra ka ardhur koha që me anë të teknologjisë, njerëzit, qytetarët e tjerë, kjo flitet për një grup qytetarë, sepse të shkosh pikërisht për të eksplorosh hapësirën kozmike, kuptohet që është shumë e kripur, ka vlera shumë të larta. Siç e patëm përmend ne pikërisht pra me kapsulën Blue Origin që pati dërguar një grup vajzash përfshirë dhe Katy Perry dhe të dashurën e tij, që një vend atje mund të kushtonte, më duket 1.5 a 2 miliardë apo 150 milionë euro, nuk e di se mbaj mend aq mirë, sa ishte një postacion për të çuar një njeri për 10 minuta apo 11 minuta kohë neto. Domethënë që të qëndronte 10 apo 11 minuta lart për të eksploruar, për të parë planetin blu etj. Kështu që teknologjia, kemi të bëjmë me egoizëm shumë të fortë teknologjisë, teknologjia zhvillohet, por që mendoj që nuk është e lehtë përsëri që të arrihet kjo, që të eksplorohet, të dërgosh, janë dërguar sisteme robotike, ne kemi përmendur në hën, në Mars gjithashtu planeti i ri që pa eksplorohet, por që të krijosh facilitet për të jetuar atje, unë mendoj që është shumë e vështirë. Pra do duhen shumë vite eksplorim për të ndërtuar pikërisht për të ndërtuar ambientin që 1 bilion njerëz, që ka thënë Elon Musk i famshëm, domethënë që të shkojnë të jetojnë atje. Duke që varka e Noes ndonjëherë shpeshherë mendoj që them varka e Noes se për çfarë, cila është arsyeja që ky do të shojë 1 milion njerëz në Mars. Sepse këto realisht i ndërtojnë planet, këto investojnë, këto krijojnë, duket sikur bota e teknologjisë pikërisht pra është e zaptuar nga një grup i vogël njerëzish, gjatë të cilës mundohen të krijojnë inovacione për t'u arratisur. Pra për të zaptuar planetë të tjerë. Çuditëra po ndodhin, kuptohet çfarë thuhet si puna e saj shprehje thurt, aty ku ka zë nuk është pa gjë, që do thotë çfarë deklarojnë këto pionerë të teknologjisë se kanë arritur realisht. Pra qoftë Elon Musk, qoftë Jeff Bezos, qoftë përfshirë dhe Bill Gates në këtë treshe, pra treshja më e famshme e teknologjisë, që unë vërtet jam fan si madh si të treve. Erman, duket se rivaliteti kalon edhe në deklarata. Musk nga ana tjetër pretendon që brenda 2030-s inteligjenca artificiale mund të tejkalojë në një lloj forme dhe inteligjencën njerëzore. Dhe ne dim që tashmë ka tejkaluar në termat e shpejtësisë, por deri ku mund të shkojë është pyetja. Inteligjenca artificiale, Joel, faktikisht është se diku ajo është një përmbajtje shumë e saktë, sepse inteligjenca artificiale ka koeficient inteligjencë maksimale. Që do të thotë pikërisht pra ne kemi përmendur pak a shumë që është një gjuhë matematikore, një gjuhë algoritmike, pra matematika nuk gabon. Është më e precizja se çdo gjë tjetër. 1 është 0, gjuhë programimi 1 dhe 1 bëjnë 2 është saktësia maksimale. Që do thotë ka koeficient më të lartë se në të inteligjencës. Por inteligjenca artificiale duhet patjetër që të ketë një trigger, pra që do të thotë të japësh, të aktivizosh që të funksionojë. Inteligjenca artificiale nuk ka inteligjencën emocionale siç kemi ne. Ne që bëjmë dallimin, kuptohet, është e logjikshme që inteligjenca artificiale ka tejkaluar kapacitetin njerëzor, ka tejkaluar inteligjencën njerëzore,
sepse funksionon në mënyrë shumë të saktë, është algoritmi, është gjumë matematike dhe nuk mund të krahasohet me inteligjencën natyrale. Ne sigurisht jemi ideatorët e AI-s, por që nëse ne e përdorim AI-n për qëllime shumë të mira dhe pozitive, pra nëse inteligjenca jon, koeficienti i inteligjencës tonë natyrale e përdor këtë koeficient maksimal të inteligjencës artificiale në mënyrë shumë pozitive, atëherë ne bëjmë çuditëra. Pra ne realizojmë, maksimizojmë proceset e punës. Ndërsa nëse e keq përdorim, atëherë çfarë presim? Kjo është koncepti bumerang. Por që inteligjenca artificiale thon shqip truri elektronik, ose një mikrochip ose një mikrokontroller, sigurisht që e tejkalon si në shpejtësi inteligjencën tonë natyrale, si në logjikën që nuk gabon, domethënë, dhe këto çuditëra po na çojnë gjithnjë më përpara. Po mos kemi se kemi dëgjuar dhe një lajm atëherë shumë interesant, disa shkencëtarë kërkonin të bombardonin facilitetet e inteligjencës artificiale. Donin çfarë do të thotë kjo? E kemi parë, domethënë, ka dalur një lajm tjetër se çfarë do të thotë kjo tash. Disa nuk janë pro inteligjencë artificiale, na çojnë në epokën e gurit. Kush do dëshironte të ktheheshin në epokën e gurit? Sot domethënë po bashkëjetojmë me një teknologji me një zhvillim masiv shumë të madh të teknologjisë. Domethënë është bërë binjaku ynë digital. Domethënë shikojmë edhe brezin e ri sot janë shumë përpara. Ne në brezin tonë nuk njihim as telefonat, domethënë, ose kemi pasur disa telefona Nokia nga ato të vjetrit e mbajmë mend, kurse sot brezi i ri është një brez shumë i avancuar në kohë. Domethënë, është këtë shikojmë një diferencim shumë të madh dhe një zhvillim për një kohë të shkurtër shumë masiv të teknologjisë. Tashmë ajo i ka mbetur këtyre miliarderëve, të cilët vetë vendosin, vetë vullosin etj, vetë krijojnë, vetë ideojnë, që të shkojnë tash të eksplorojnë kozmosin. Është një gjë shumë pozitive, por që edhe kjo ka pikpyetjet e veta. Ndërkohë, Ermand, beson se autonomia e inteligjencës artificiale është ajo që shihet me skepticizëm, pra deri ku duhen lejuar robotët? Ai një lajm shumë interesant që unë pata ngjuar këtë javë, kishte dalur diku në këto mediat kineze më duket, apo nuk e mbaj mend, që ishte një humanoid, një robot prototip njëri, që kishte mundësi të ndërronte edhe vetë baterinë. Pra të bënte një self test. Pra vetë nëse bateria vazhdonte të mbarohej, ta e ndronte vetë. Kjo është një pikë pyetje tjetër, që do të thotë që inteligjencën artificiale ne po e menaxhojmë, po ndonjëherë duket sikur inteligjenca artificiale teknologjisë po japim shumë super xhiro që të arrijë të ndërrojë vetë një robot humanoid baterinë. Kjo është një gjë që nuk na kishte shkuar mendja. Domethënë autonominë ato e kanë, sepse mjafton ne i japim startin dhe vazhdojmë procesimin, punojnë etj. Më shumë teknologjia dhe inteligjenca artificiale panon pozitivisht sesa negativisht, por duhet mirëmbajtur që mos kthehet në armikun ton, domethënë të përbetuar. E them pak si përbatutë, duhet domethënë ta mirëmbajmë, ta aplikojmë më së miri, ta shfrytëzojmë më së miri për të arritur qëllimet më të mira. Ne shikojmë domethënë sot vërtet flasim për akset, 2 akset apo 3 akset më të fuqishme të teknologjisë, Jeff Bezos, Elon Musk edhe Bill Gates, të tre kanë aplikuar dhe vazhdojnë të aplikojnë teknologjinë vetëm për qëllime pozitive. Dhe ja ku janë sot. Domethënë kërkojnë që të krijojnë, të ideojnë, të aplikojnë inteligjencë artificiale edhe jashtë planetit blu. Ermand, në mjekësi dhe në edukim, beson se do të jenë 2 fusha ku përdorimi do të zgjerohet? Unë po, sigurisht aty ku është më kërkuara ose aty ku është qëllimi kryesor i njerëzimit, shikojmë një progres akoma më shumë, domethënë të teknologjisë. Në shëndetësi, sigurisht pritet që të krijohen, domethënë sot kemi një shëndetësi të paparë, kemi një shëndetësi që nuk mund të krahasohet me një shëndetësi para 10 vjetësh apo 20 vjetës. Sot kemi një ndërthurje të mjekëve me robotët mjekësor, robotët kirurgjikal, aparatura diagnostike janë shumë të sakta. Jeta mesatare e njeriu të shërritur, domethënë nuk është më siç ka qenë më përpara. Disa sëmundje të cilat kanë qenë vështirë të diagnostikoheshin vite përpara, sot kanë gjetur diagnozën, domethënë është një progres. Në arsim, digitalizimi në arsim është një gjë tjetër madhore, rrit didaktikën e mësimdhënies.
perceptueshmërinë e mësimit nga studentët apo dhe nga të rinjt. Domethënë, ajo që unë shikoj më shumë kryesisht në industrinë domethënë automobilave, në industrinë elektronike. Por Xhoja, ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë një lajm i fundit i Zuckerbergut, Mark Zuckerbergut në lidhje me këtë WhatsAppin. Që ka deklaruar domethënë që ky WhatsAppi do bëhet me pagesë dhe kjo më ka çuditur pak. Besoj kemi dëgjuar domethënë një lajm që pati bërë Qarkulluar për herë, por të fundit që aplikacioni WhatsAppi do bëhet me pagesë ose do ketë një interaktivitet ose një shkëmbim mesazhesh të limituar dhe më pas do bëhet me pagesë. Për shembull, kjo është një gjë që realisht ne nuk na intereson. Sepse WhatsAppi, aplikacioni më i përdorur sot në gjithë botën, që po përdoret edhe rrjetet e chatit janë lehtësisht zëvendësueshme apo jo? Tashi një lajm i pakëndshëm nga Zuckerbergu që të bëjë me pagesë WhatsAppin është diçka që realisht askujt si intereson. Domethënë, në një anë mund të filtroj ato profile të cilët kanë vite pa u hapur ose janë hapur dhe kanë qëndruar pending. Okej, por që sigurisht ne ja kemi gjetur aplikacionet, pra inteligjenca artificiale krijon vazhdimisht aplikacione, dhe po flasim për AI në botën e IT-s. Ka krijuar aplikacione alternative. Për shembull, nëse WhatsAppi sot ka arritur maksimumin e përdoruesve, atëherë kemi Viberin që është si një grabitqar, po e them në biznes, për të zëvendësuar pikërisht për WhatsAppin, nëse ky WhatsApp do bëhet me pagesë. Pra këto liderët e teknologjisë shpeshherë eksplorojnë, por shikojmë që më shumë janë të interesuar domethënë tek pjesa ose më saktë aspekti beneficiar, biznesi etj, por të bësh WhatsAppin me pagesë është një side effect. E qartë. Erman, të falenderoj shumë që ishe me ne, kënaqësi të bisedonëm. Për mua, Xho, ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në Top News. Mirë miq, ju falenderoj dhe juve që na ndoqën dhe do ndajemi këtu për të ritakuar nesër në orën 13, por përpara se të largohemi, ju lëmë pamjet nga një inspektim i zëvendës kryeministres Balluku në punimet për autostradën Tiranë-Durrës. Ndajemi këtu dhe shihemi nesër.